Kush je ti, Fernando? Si kush jam unë? Unë jam unë, Fernando Krafi. Këtë përsërit gjithmonë. Kur nuk flet për të kaluarën tënde? Janë provat e dramës Fernando Kraft më ka çuar një letër. E përkthyer nga Robert Schwartz dhe vënë në skenë nga regjizori Gzim Kame. Është realizuar në skenë me kamera të pavarura, me regji televizive të Mevlan Shanaj. Hyll Kamuju dhe Ndriçim Gjepa në rolet kryesore, një shfaqje që pati sukses. Po ti, Fernando, nga kush e ke trashëguar hundën dhe sytë që më pëlqejnë aq shumë? Të pëlqejnë? Vërtet nuk të kujtohet fare fëmiria? Fëmiria nuk më intereson. Unë jam ashtu siç duhet të jem. Do edhe një double? Jo, merr edhe një double, se duhet. Paret me një rollot jem televizion rrëshqet. Jo, nuk rrëshqet asgjë në televizionin shtetëror shqiptar. Nuk pa farfallti nuk rrëshqet Shqipëni, profesor. Ikën të gjitha. Në Shqipëri rrëshqet vetëm politika dhe jo teknika. Dëgjoj dajën, profesor. Ikën rrëshqatin. Qaf pa xhevetën. Qaf pa xhevetën. Ti vëm pikë. Nëse keti pakun si ta ngrihet pakush, sepse kam dhënë. Qetësi! Qetësi! Mund të filloni. Kush je ti, Fernando? Si kush jam? Unë jam unë, Fernando Krafi. Këtë përsërit gjithmonë. Kur nuk më flet për të kaluarën tënde. Unë nuk di asgjë për prindrit e tu. Nuk kam prindër. Familja ime ka zanafilën tek unë. Unë kam krijuar vetë atë. A vështroj pak duart e mia. Ishte rinë të hollë, të fitshëm. I kam trashëguar nga nëna ime. Kurse këtë hund të bukur e kam nga i madh. Kjo nuk më intereson. Mjaft që është e bukur dhe pa shoqje. Po ti, Fernando, nga kush e ke trashëguar hundën dhe sytë që më pëlqejnë aq shumë? Të pëlqejnë? Vërtet që s'të kujtohet fare fëmiria? Fëmiria nuk më intereson. Unë jam ashtu siç duhet jem. Dublim parë të shënohet. Një gjë fal. Po, uli. Se unë jam në thersi, do e bëjmë kështu.